Fillimisht dua të them diçka që persona që apostrofohen prezumohen pe pafajësisë përderisa nuk ka një gjykim penal me cilën janë shpall fajtor. Zotri Duraj sot ka marrë një telefonat nga klienti dhe janë paraqit në polici për me asistu në marrën pyetje. I njëjti dyshohet për kryer e veprës penale, keqpërdorimi i besimit dhe një ndihmës në kryerjen e kësaj veprës penale, që është njëri nga 10 persona të arrestuar sot. Kur po flasim për këtë rast, unë kisha dashur me shpreh mendimin tim, sepse ka persona, siç është klienti im, të cilët janë të pafajshëm, këtë e them me bindje të plot, për shkak se siç keni mujt me vrejt aty ka dhe persona që janë zinxhir familjar që ka shku dhe janë arrestu. Kjo ka ardhur si rezultat kur, siç është rasti i klientit tim, që ju ka besu personave të caktuar, që kanë lidhje shoqërore, familjare të ngushtë dhe ka pranuar që llogaria e tij bankare të shfrytëzohet nga këta persona. Tu mendu që nuk po bën diçka të keqe. Pra, pas një qëllim, pas një përfitim financiar. Thjesht nga mendje lehtësia apo lajthimi që e kanë vë personat e tjerë, cilët janë përfshirë këtë rast, që janë si të dyshuar dhe të arrestuar. Tani për tani krejt çka dihet, sepse informatat janë të mangëta, për shkak se jemi në fazën fillestare të hetimit, përveç asaj që na ka thonë policia për cilën vepër dyshohet dhe të drejtat që i ka i pandehuri, informacione tjera i kemi marrë përmes mediave. Unë po besoj shumë se prokuria e Prizrenit do të jetë vigjilente, si dhe do të jetë efikase që ta hetoj këtë rast me seriozitetin më të madh, siç bën çdo herë, dhe po besoj që edhe në këtë rast do ta bëj, por arsye se, siç thash më parë, ka persona që nuk janë të fajshëm e të cilët janë ndaluar për 48 orë në ndalim policor. Nëse muj me bëjë ndërhyrje në atë këto që po e thot avokati, këtu muj me pas matjet e fajësisë dhe matjet e vullnetit për me kry një vepër penale, mirë po na do të me kuptu që pranimi i disa mjeteve në një konto, pa e pas një kontrat dhe pa e pas një qarkullim të një materialit të cilën po e ofrojmë, gjithmonë është i kundërligjshëm. Në këtë situatë, pra në rast se dikush ka përfitu mjete në konton e vet dhe ka pranuar që mjetet me i nxjerr prej kontos dhe m'ia dorëzu dikujt keq, ai më njëherë ka kryer një vepër penale. Tash niveli i përgjegjësisë së tij mund të matet, a duhet ai mu dënu me kusht apo duhet mu dënu me burg. Mirë po, unë nuk jam i prirur me konstatu që këtu ka njerëz të pafajshëm për shkak se kanë pranuar vetëm 1 euro në konton e vet ose 15.000 euro në konton e vet, pa e kuptuar pse po i marrin, pa e kuptuar mbi çfarë procesi po i marrin dhe në fund po ja kthejnë dikujt kesh. Kthimi në kesh i mjeteve në këtë formë është vepër penale dhe asnjë qytetar i Kosovës nuk i dashur me bë, me asnjë arsye ose me asnjë kompenzim. Pra dhe në rastet kur, sepse në rast kemi situata ku njerëzit supozohet që janë shpërbly me 500 euro, me 1000 euro për këtë punë, edhe në këto situata kemi vepër penale.